qaj, si letrin, si letrin kalon. O sa bukur është që një slit me kaj, hey, si letrin, Thank you, Krishtlindi. letrin kalon. Mirë mëngjes të gjithëve. Jam shumë më mirë. E shikoni, më ka ardhur ngjyra në fytyrë. Sot është dita që do dalim nga spitali dhe do shkojmë në shtëpi. E nuk jam djerë kur më e lumtur dhe më entuziaste për të shkuar në shtëpi. Mezi më pritet. Kam 10 ditë në spital, pak a shumë. Edhe dua të dal. Dua të shkoj në rutinën time. Dhe mezi po pres. Kështu që po bëhem gati, shumë pak, shpejt e shpejt. Dhe djalin e ka Stefani, unë i dash gjie, ushqeva, e mbajta shumë në gjoks derisa bëri këtë nxori qumshtin e tepërt. Dhe tani po merr Stefani sepse këtu në spital është një shërbim që vin një zonjë dhe bën foto me të porsalindurit, me tëra gjërat që ajo ka. Dhe pastaj ne shikojmë foto dhe porosesim produktet. Kështu që Kiani tani po bën fotoshootin e tij të parë. Shiko sa ka filluar shumë më herët se sa mami. Sot kemi për të bërë edhe kontrollin që bëhet 3 ditë mbas lindjes. Kiani është çik më i madh se lindja u bën në 2 të natës, edhe këtu nuk ka doktor që të vinë në 2 të natës që të jetë kontrolli fiks pas 72 orësh. Kështu që është çik më vonë, është çik më i madh, por nuk ka ndonjë problem. Pastaj do ham edhe drekën, edhe do nisemi për në shtëpi. Jam shumë e lumtur sepse gjatë natës Kiani ka qarë shumë, nuk e kreqet sepse tani ka filluar të vijë qumshti, shikoni çfarë ndryshimi. Dhe gjithë bakteria dhe flora e tij stomakut po zhvillohet tani. Kështu që nuk ka faj. Edhe tërë natën kam ndjerë sikur e kam ushqyer çdo një orë. Dhe pastaj më kapi paniku se po më vijnë të gjoksi aq shumë, si do ja bëj unë që do ta ushqej prapë. Dhe po i thashë Stefani, të lutem shko më bli një pomp, ta pompoj dhe t'jap me biberon sepse nuk mundem. Erdhi një infermier dhe thash, të lutem më jep një ide si t'ja bëj se më dhem shumë. Edhe ajo më tha, po ti tha në çfarë pozicioni ushqen? Edhe unë vetëm një pozicion që më kishin thënë në fillim se nuk dija tjetër. E kur më tregove disa pozicione të tjera që e vije fëmijën këtu me kokën dhe këmbët këtej, ose shtrirë, unë akoma nuk rri dot shtrirë në bark ose në anë për shkak të operacionit. Mirë po, mundem pak të bëj çik më shumë. Edhe e ushqeva në një pozicion tjetër, edhe nuk e më shpëtoi dhe mi iku paniku, e kam ushqyer dhe 2 herë të tjera, edhe nuk më dhe më. Kështu që, o zot shqyr, çfarë metodash nuk ka sot. Po, edhe do ham dhe drekën këtu, se e kemi porositur në spital, dhe pastaj do shkojmë në shtëpi. Dhe ja tregoj outfitin tim, dhe ja tregoj outfitin e Kian, dhe isha t'ju tregoj dhe reagimin e mackave kur të shkojmë në shtëpi. Unë po bëjmë pak gati, ka tërë këto ditë që nuk jam djerë më njeri, sepse pa gjumë, po sot le të bëhemi pak. Ndjerë më mirë, plaga është më mirë, më hoqën ngjitsin. Kështu që pak nga pak po kthehemi në normalitet dhe jam shumë e lumtur për këtë gjë. Flokëve nuk po ju bëj gjë, se mirë janë. Se dhe nëse do bëjmë ndonjë foto neve me Kianin,
Të jetë foto e thjesht, duke i puthur këmbkat ose diçka tani jo të pozoj. Edhe kështu. Kjo të tregoj outfitin tim pasi të mbaroj. Ky është përfundimi, shpejt e shpejt. Dukem si një njeri që para 3 ditësh isha gati duke vënë shpirt. Do vesh këtë kostumin, është ftohtë jashtë, shumë i butë, bluzka dhe tutat. Dhe pastaj do t'ju tregoj edhe këpucët, edhe ky do jetë kanatieren. Këtu e kam me kanatiere që ushqen fëmijën me gji. Kështu që po përpiqem t'i vesh edhe shkojmë tek Kiani të bëjmë ndonjë foto. Babi kërkon materialet. Genau, und sie liegen. Also Kian ist dann der erste Name und dann ist dann Ivy. Schätz, und dann ein Lächeln. Komm, ja. Ja. Komm. Fotogeniku jon Kian, po bën foto. Sa të bukura. Shko sa foto të bukura kemi këtu në morë nga e njëjta fotografe. Dhe tani është rada e Kian, po tani, deri tani ndej një mirë, tani u lodh. Eigentlich kann der auch nicht schwimmen. Ja, das ist auch gut. Hübsche Blonde. Stefani po nxjerr jashtë të gjitha rrobat dhe erdhi se Xholinoja e djalit bashkë me Batanian që I ka thurur Sara, që është kumbara e djalit. Tani po presim të na sillin djalin se ka një kontrollën e fundit. Edhe jemi gati për në shtëpi. Photoshoot mbaroi me sukses. Bërëm dhe në disa foto me Kianin e vogël. Si më duket barku akoma, sikur jam 7, po një bark I vogël këtu poshtë. Shkoni. Qa doja të thoja, Kianin bëri dhe kontrollin U2, që quhet këtu, që është kontrolli 3 ditë pasi ka lindur. Çdo gjë doli shumë mirë. Tani e kanë marrë për t'i bërë edhe një eko të fundit. Një eko të zemrës. Është kontroll standard. Dhe pastaj Stefani çovi të gjitha gjërat në makinë. Po presin djalen. Ti veshim kapuqin edhe t'ikim. Jam pak e lodhur, por mezi po pres të shkoj në shtëpi. Isha ti ngjit shkallët deri në kat të 4 me sukses. Vash avash, 1 nga 1. Këto momentet e fundit duken si një përjetësi. Kemi kaluar momente shumë të lezetshme këtu në spital, po dhe momente shumë të vështira. Momente të lezetshme kur Kiani e merrte gjirin, nuk e di, isha shumë krenare që mund ta qetësoja, më dukeshe vetja super power woman që ta qetësoja. Kur tikim për në shtëpi tani do marrim një pomp për gjirin, se normalisht është shumë I ndjeshëm, edhe ndonjëherë të pompoj, edhe mbase t'i japim edhe me biberon që ta lej gjirin të pushoj pak.
sepse 2 javët e para do të jenë shumë të vështira. Më mësovi një infermier këtu disa pozicione për të ushqyer me gji, sepse unë kisha mësuar vetëm një pozicion dhe jepja vetëm atë dhe ai e bëri komplet shumë të ndjeshme gjokse nga njëra anë. Dhe sot zbulova edhe një pozicion tjetër dhe funksionovi shumë mirë, kështu që isha shumë e lumtur se në mëngjes siç e thash, isha shumë e panikosur. Edhe në shtëpi mbase do mësoj që t'i jap gji edhe shtrier pra në krevat dhe atë ta ngre me një jastëk në lartësinë e gjoksit tim. Kiani nuk po vjen, ka ikur për të bërë një skaner. Nuk e di ku është që unë i vogël, mbase do jeti lodhur, mbase do jeti i uritur dhe ta ushqej njerë para se t'ikim. Sërish do. Po Stefani erdhi. Stefani me Kiani më paketuan dhe po shkoj në makinë. Unë nuk ecja dot deri te parkimi, kështu që po i pres që të vinë të më marrin këtu para. Edhe kam disa dokumenta, edhe çokoladë nga spitali që nuk do e le pa e marrë, se më pëlqeu, por nuk isha ori në drek. Kështu që po shkojmë në shtëpi. Jam shumë e lumtur, nuk e keni ide. Nuk kam qenë kurrë kaq e lumtur që do shkoj në shtëpi. O, zoti vet, mezi më pritet si do e presin mackat, si do ngjitem 4-4, po kjo nuk ka rëndësi. Rrugës do shkojmë pak në farmaci që të marr një pomë për gjirin. Kam gjirin shumë të fortë, se Kia nuk pivi shumë sot. Jo, ka pirë, po ka më shumë qumësh se që thuhet mbase. Edhe jam shumë e lumtur, njëherës nuk kam qenë kur ka që lumtur në jetën time, o zoti ma, në vjen dhe qaj. Kian është fantastik, është arritja ime dhe Stefanit, është i përsosur, është i magjishëm. Unë e morën që i bërën ca kontrollat e fundit për një orë, nuk e di po më pëlqente zemra që nuk e kisha çfarë po ndodhte ku ishte për një orë. Edhe kështu. Tani po pres Stefanit të vitë më marrë edhe të shkojmë në shtëpi.
arritëm në shtëpi. Ndihem shumë mirë, kam kapur vetëm flokët dhe kam ndruar veshjen sepse veshja e parë ishte shumë e trash. Dhe doja që ta mbylla këtë video para se të fillonte djali të qantes, dhe tani po flen gjumë dhe i pëlqeu shumë ngarja me makinë. Unë ngjita me pak vështirësi në katin e 4 dhe shumë avar sepse kam atë ndjesin si kur do më hapet plaga, edhe pse nuk ka se si të ndodhur, plaga është e qepur nga brenda, qepjet e mëdha, dhe nga jashtë është thjesht një fije e lehtë që unë mendoja që do më ngeleshin shenja shumë të mëdha nga qepjet e mëdha me sa penj, por jo, nga jashtë është thjesht e ngjitur me një peshë shumë të hollë dhe duket si një linjë. Pa që ndalesën e parë e bëra në farmaci. Bëra në farmaci sepse pa tjetër më desh të merja këtë tonkën. Por që po më fut frikën, nuk më duket shumë e mirë. Më duket pak e frikshme dhe shumë mjekësore. Dhe mora sepse është e pamundur. Sot është dita e tretë dhe është dita ku fillon qumshti dhe çdo gjë është shumë e ngurtësuar këtu, çdo gjë më dhemb. Po sot më jep durim se i kisha dëgjuar që gjithënia është sfidë më vete, nuk e kisha besuar, kështu që duhet patjetër të ndaloja në farmaci dhe me atë rast mora edhe këto pecët që janë qetësuese për kokrën e gjirit dhe mora edhe këtë kremin që po ashtu është për ta ngrohur pak në gishta dhe për ta përhapur. Mora gjithashtu një paracetamol dhe një ibuprofen sepse po ashtu dhe në spital këto më jepnin. Si përfundim, djali po fle dhe mendova që ta mbyll këtë video para se ai të zgjohet. Jam shumë e sigurt që këtu në shtëpi do ta marr veten shumë herë më shpejt dhe më mirë sepse jam rehat dhe jam në shtëpinë time. Kur erdhëm këtu e pa se sa bukur ishte dekoruar shtëpia nga Sara dhe nga Charlie dhe jam shumë e lumtur që në këtë vend të huaj kam arritur të gjej një familje që nuk janë gjaku im, por që janë tamasi familje, siç është Sara dhe Charlie, Katrin, Bruna, Ina, Ola, shumë të tjerë, Ingrid me gjithë familjen, nuk e di nëse po harroj dikë. Për shembull, Sara më ka sjellë për të ngrënë direkt edhe në spital, kurse Bruna po ashtu byrek. Dhe jam pra vërtet shumë e lumtur që njerëzit këtu janë kujdesur kaq shumë për neve, si të kishim vërtet familje. E jam shumë e lumtur nga ana tjetër që edhe patëm mundësi të rezervonim një dhomë familjare me Shtefani në spital, ku ai fleti 3 net me mua. Ndihmë e jashtëzakonshme për djalin, unë vetëm jam përpjekur të çlodhem në krevat, mos të lëviz shumë, vetëm në tualet edhe vetëm të mbaj djalin për t'i dhënë për të pirë. Ditët e para ishte thjesht kullostra, po sot për shembull që erdhi qumshti pak më i madh. Edhe gjëja tjetër që dua të falenderoj është ju të gjithëve që më keni shkruar, më keni uruar, më keni mbështetur, më keni ndjer me ato videot që zgjodha të ndaj me ju, pra gjithë eksperiencën. Do ju lutesha shumë që mos ta merrni eksperiencën time që mund t'ju ndodhi dhe juve. Juve do ju ndodhi një eksperiencë fantastike. Të paktën kështu mendojeni. Unë vendosa që ta ndaj eksperiencën time sepse vërtet për mua ishte e rëndësishme që lindja nuk është gjëja më e thjeshtë. Që dëgjojmë lart e poshtë, sidomos edhe nga gjenia mashkullore, po si kanë lindur nënat tona, po kanë bërë nga 7 fëmijëdhësje në ankuar, po kështu, po ashtu. Çdo lindje ka rreziqet e veta dhe mund të shkojë deri në fatalitet, siç e dim, kështu që duhet t'i japim pak më shumë gratitude, pak më shumë mirënjohje nënave, grave, femrave, të cilat shkojnë deri në rrezik jete për të sjellë në jetë një jetë tjetër të re. Është shumë e rëndësishme, prandaj dhe vendosa që ta ndaja që jo çdo gjë është aq e thjeshtë dhe t'i japim rëndësinë e duhur. Mua më shkoi keq, për fat keq.
mund të kishte shkuar dhe bukur, po gjithsesi mendoj që dhimbjet e lindjes janë dhimbjet më të mëdha që përjeton trupi i femrës përse gjalli. Tjetra, po duhet të falenderoj gjithashtu për çdo urim. Nuk kam mundur që t'ja u kthej përgjigjen të gjithëve, sepse nuk kam pasur kohë dhe fakti që kam postuar kaq shumë, është vërtet se i kam çruar para dhe i kam edituar videot më përpara dhe i kam postuar pastaj më mbrapa, plus që ju keni qenë me mua gjatë gjithë kësaj shtatzanie, ma keni bërë shtatzanin të ndihet më pak e vetmuar, duke ndar me ju pyetje, duke marrë sugjerimet, opinionet tuaja, duke ju thënë jam këtu, jam atje, duke bashkë biseduar me njëri tjetrin. Unë kam ndjerë që kjo shtatzanie nuk ka qenë aq e vetmuar sa çdo ishte, duke qenë se unë jam vetë këtu në Gjermani dhe për këtë gjë ju falenderoj shumë. Dhe vërtet që eksperienca ishte pak e vështirë për mua, por tani kam një djalë që po fle aty tek divani, tek koshi vet, i cili është thjesht fantastik, është thjesht perfekt. Nuk e kuptoj se si ishte brenda këtu para 3 ditësh, 4 ditësh. Dhe tani çdo gjë e bukur na pret, videot janë të bukura. Do përpiqem të ndaj sa më shumë me ju. Njëherë për njëherë, doja që Kianin ta mbaja për vete. Jam shumë e sigurt që do t'ja tregoj fytyrën shumë shpejt, po vetëm për këto javët e para, se më duket sikur e mbroj, nga që më duket shumë perfekt, edhe do ma merrni më sysh. Kështu që do lajmërojmë shumë shpesh. Kam kohë, sepse kam Stefani mbështetje shumë të madhe në shtëpi, dhe kam kohë të xhiroj, të editoj dhe videot e tjera më përpara. Kam shumë bashkëpunime, kam shumë ide, kam shumë gjëra të bukura që dua t'i sjell te ju dhe unë mbyll një kapitull i jetës time dhe bashkë me djalin lindi edhe një njeri tjetër, një version i ri i vetes time, një version që nuk e dija që e kisha, që mund të shikoj këtë krijesë të vogël edhe thjesht të dashurosh. Jam shumë e lumtur në atë fluskën time tani dhe bashkëshorti po ma bën shumë të thjeshtë. Kështu, tani do ham diçka, djali po fle, nuk po na mundon. Të shikojmë si do jetë nata e parë në shtëpi, edhe unë ju le takim në videon tjetër. Ciao!